Deklarata e fortë e regjisorit të famshëm hollywoodian Steven Spielberg. Disclosure Day nuk është gjë tjetër veç se konfirmimi i jetës jashtëtoksore në këtë planet. Filmi sapo ka dalë, për ata që nuk janë të informuar, brenda një dite, sepse ka një ditë që ka dalë, dhe brenda një dite ka bërë $12 milion. Normal, në gjithë botën. Filmi ka kushtuar përafërsisht $115 milion, por pretendohet që në një kohë shumë të shkurtër jo vetëm t'i mbulojë këto shpenzime, por do të bëj edhe trefishin e asaj çka ishte menduar. Sepse duhet të dini që kur nuk ekziston pirateria, buxheti i filmave është shumë fishuar. Pikërisht pra sepse vidheshin dhe e shikonin njerëzit pa shkuar as në kinema. Tani, pse po flas për Steven Spielberg? Sepse Steven Spielberg është i njohur për këto kontaktet me alienët ose me këto le temi faktet misterioze. Dhe ai në një intervistë e pash që të gjithë intervistën, e ndoqa që të gjithë intervistën, bile e përktheva edhe në italisht që t'isha i sigurt për atë që do t'ju them tani, sepse ai ka bërë një intervistë vërtet të çuditshme. Unë mendoj që tashmë ka ardhur koha që të flitet publikisht pra për prezencën e jetës jashtëtoksore në këtë planet, dhe unë do t'ju them se çfarë mendoj unë. Por fillimisht do t'ju them për Steven Spielberg. Steven Spielberg thot që çfarë është thot kisha, çfarë është thot xhamia, çfarë janë thot këto besimet fetare. Pikërisht pra besimet fetare nuk janë gjë tjetër, janë vetëm frut i një bote tjetër, pra një bote që ne nuk e njohim. Ne u themi sot, themi alien, por është një botë tjetër, thot ai. Ku e ka fjalën ai, sepse e di që dikush nga ju tani që është besimtar do thot çfarë po thua tani. Më ndiqni me kujdes, sepse unë do t'i them atë çka mendoj unë, pastaj më thoni nëse unë kam të drejtë ose jo. Ju kam thënë që prej kohërave të lashta, që prej atëherë që kemi filluar me emisionin Enigma, e përsëris disa herë, po sikur kam thënë ato që janë shkruar në për tekstet antike dhe që përsëriten ende sot, duke filluar nga demonët, nga fantazmat, apo nga speciet e tjera, apo gjindet e tjerë, po sikur këto nuk janë gjë tjetër veç se alien. Në fakt, këtë që thot edhe Steven Spielberg, bile gjatë një podcasti, një tjetër ufolog, thot të njëjtën gjë. Pra thot këtë që po përmend sot, unë e kam, jo sepse unë jam kush e di se kush, por e kam thënë që prej vitit, bërë e kam shkruar edhe në për libra, që ato që ne i quajmë mister ose kontakte me forma të tjera jete, nuk janë gjë tjetër veç se dikush sot i quan alien. Pra, këta demonët, këto speciet dimensionale apo speciet të tjera që ne nuk dim si t'i klasifikojmë, sot u themi alien. Po ku qëndron problemi, sepse ku është ka ndryshuar. Pra, pikpamja përsa i përket jetës jashtëtoksore. Do t'ju them. Dikur thoshin që ishin ëngjëj. Ishte një periudhë, me fjalë e periudhë antike, që thoshin që ishin ëngjëj. Pra ëngjëjt që vieshin në kontakt me njerëzit. Po mirë, ëngjëjt çfarë janë? Janë me krah, fluturojnë. Dakord. Tani, edhe sot thuhet që ka ëngjëj. Mirë, po ne u themi që janë alien, sepse vjen gjithmonë në kontakt me njerëzit. Ndoshta tani, duke qenë një inteligjencë më zgjuar se sa njeriu, ndoshta tani nuk i tregojnë më flatrat, apo jo. Dhe tregojnë si një fizionomi tjetër. Por po sikur t'jenë të njëjtat specie, pra t'jetë e njëjta gjë. Tjetra që dua të parashtroj këtu dhe doja që ta diskutoj me ju është fakti që ne nuk e dim, nëse një ekziston një inteligjencë, jo nëse por ekziston për mendimin tim, nëse ekziston një inteligjencë shumë e zhvilluar se sa njeriu, dhe të mund të sillet sipas inteligjencës që ka dhe dëshirave që ka. Si do ta kuptojë njeriu se çfarë është? Ne s'kemi asnjë metodë për ta kuptuar. Pra, nëse gënjen, nëse ndryshon formën, nëse thotë që është një alien, nëse thotë që është një fantazm, nëse shfaqet si një fantazm, apo si një alien, apo si një disk fluturues, pra, po sikur t'jetë kështu. Disa prej jush pa dyshim tani do fillojnë do qeshin, por qesh kush qesh i fundit, sepse ju them diçka vërtet thelbësore. Ne njohim jo vetëm shumë se 4 ose 5% të botës që na rrethon. Pra, shqisat tona janë banale. Si mund të pretendojmë ne që nuk mund t'jetë kështu?
si mund të pretendojmë, sepse 95% nuk e dim se çfarë është. Nuk dim çfarë ka atje jashtë. Ne nuk e dim. Pra, në qoftë se do të jetë një specie më zgjuar se sa njeriu atje jashtë dhe kontrollon njeriu, mund të shfaqet dhe të duket si të doj. Pra mund të duket si alien, mund të shfaqet si jashtëtoksor, mund të shfaqet si makinë, mund të shfaqet si dritare, mund të zhduket fare, mund të shfaqet si pem apo ku ta di unë. Pra këto mutaforma, pse them kështu? Nuk është se shfaqet ashtu, por janë senset tona që nuk mundet që ta perceptojnë dhe mund të bëjë ç'të doj. Ka disa që ende sot vjen në kontakt me këto speciet, pra me alienët. Disa thonë që unë kam kontakte me ëngjit. Shikoni, unë kam qindra njerëz që thonë që unë kam kontakte me ëngjit. Unë kam kontakt me një alien, tjetri thot me një reptilian, tjetri thot unë me një të civilizimit Sirius, etj. etj. Pra që të gjithë kanë të vërtetën e tyre. Por të gjithë këta që nuk i ka parë kush, sepse nuk janë fizik, kur shfaqen dhe zhduken. Pra, po sikur t'jetë vetëm një specie, dhe t'jetë një i vetëm, edhe Zoti apo Perëndia, t'jetë një i vetëm dhe të shfaqet sipas dëshirës së personazhit, pra të njeriut në këtë rast. Sipas dëshirës që ka, do një ëngjëll, shfaqet si ëngjëll, do që i thot këtë. Pra, po sikur t'jetë vetëm një, dhe të shfaqet në forma të ndryshme si të doj. Dikush nga ju do thot, po mirë, ku është ky Zot apo kjo Perëndi që bën këto diferencime në njerëzim, sepse shikojmë njerëz të varfër, shikojmë njerëz të rinj që ikin shpejt, janë disa të ligj që mbeten ende këtu dhe prap Zoti nuk bën gjë, pra do thot në njëri nga ju. Këtë unë e kam përsëritur disa herë, nuk doja që ta përsërisja sot dhe doja t'ja ulija juve këtë si përgjigje, por nëse janë të gjithë bijtë e tij, sepse nuk jemi gjë tjetër veç se depurator të fushës magnetike, asgjë tjetër, ne jemi depurator, vetëm depurator. Ne fushën magnetike që është përreth nesh, ne marrim shpirtin, e fusim në kraharorin ton, na përcjell, pastaj ikën dhe kthehet sërish në një trup tjetër. Pra kjo është ose perceptimi që kemi dhe emetimet, frekuencat që ne kemi, e gjithë kjo është frekuencë. Pra, Zoti nuk është gjithë tjetër veç se frekuencë, dhe të gjithë pjesëtarët e tij që gjenden, jo në vetëm në këtë planet, po kudo qofshin, nëse ka universitet tjera pafund dhe specie në universitet tjera, i trajtojnë të gjithë, i trajton të gjithë në të njëjtin metodë, sipas meje. Megjithatë, ju çfarë mendimi keni për një argument të tillë, sepse më bëri shumë përshtypje kjo intervista e Spielbergut që thotë që janë të gjithë këto që janë folur, thotë që prej kohërave antike, thotë që flitet për alien, për demon, për shpirtra, për fantazma, nuk janë gjë tjetër veç se alienët që janë sot. Dhe në sintezë ai thotë diçka tjetër. Këta e din thotë që në vitin 1947 thotë, por doni që ta bënin publik thotë, por nuk mundën, dhe ishte ky fakti që disa informacione u cunguan. Mos e kishte fjalën edhe për ish presidentin Kennedy. Megjithatë, pres komentet tuaja çfarë mendimi keni dhe nëse keni parë filmin dhe nëse ju pëlqen ose jo dhe nëse ka të vërteta brenda. Pres komentet tuaja, ju përqafoj.